Edi Ramës, që këto vota ishin akoma evidente në Elbasan dhe ka qenë thjesht rasisht emri. Emri nuk ka rëndësi fare se kush, rëndësi ka kush i ka këto vota dhe i vend dispozicion të pushtetit. Kush i ka këto vota? Këto vota i kanë ata që i kanë, unë nuk i di emra nuk njoh, po sigurisht është një zonë e errët e shoqërisë shqiptare e cila kontrollon shumë dhe është pjesë, duam ne, është pjesë dhe është kuar ose është dorovitur. I është dhënë dhurata nga pushteti më vonë, kam dëgjuar, ndoshta kjo është pjesë e investigimit të gazetarëve që këtyre njerëzve që kontrollojnë, këtyre grupeve që kontrollojnë janë dhënë kurorat e ullishtave të Elbasanit, madje pushteti u ka shtruar edhe rrugët. Edhe u ka dhënë kurorat që dalin në fresket, u ka dhënë leje ndërtimi, u ka dhënë leje resortesh e gjëra të tjera, cilat unë gjëra konkrete nuk di, të janë thjesht pjesë e asaj, po them, kozmetike që i bëhet në prapaskenë këtyre votave, të cilat në një ditë caktuar shkojnë tek njeri që as nuk e di fare që janë të saj ose të tij. Këto banda që i referojnë ju, i pat më aktive apo më pasive në krahasim me 2021 kur edhe ju keni qenë pjesë e parë elektorale? Janë më të sofistikuara, sepse janë njësh me pushtetin dhe janë shumë më të sofistikuara. Nuk ka nevojë të bëjnë ato që bën në 2021 që dilnin në formën aq të hapur, edhe sa që do të na duhet të humbnim jetën e një qytetari shqiptar, gjetën forma shumë më të sofistikuara, edhe me këtë kozmetikën që e keni parë që ka ndodhur gjatë. Duke qenë se opozita, le të themi Partia Demokratike si forca kryesore politike, ka problemet, mëkatet e veta, papërgjegjshmëritë e veta, papërgatitjet e veta përballë kësaj sfide. Si është e mundur që qytetarët shqiptar nuk besuan masivisht as te forcat e reja politike, pra disa adresa të tjera opozitare? Shiko, për shembull djathas për zhvillim kombëtar ka qenë një iniciativë e Zot Alibea që ka patur mbështetjen publike tuaj. Por le të themi që në kutitë e votimit nuk shkuan aq vota se sa duhej në raport me objektivat e tyre. Kam edhe shpjegimin, kam dëgjuar disa zëra që thonë kjo është një humbje e forcave të reja. Nuk e shoh kështu, e shoh një start të mirë, një fillim të mirë të forcave të reja. Sigurisht me votat që kanë marrë nuk justifikohen mandatet dhe kjo është ajo gjëja që unë gjykoj këtë kod zgjedhor i cili ishte pasojë e këtij ose me kësaj ujdie mes të majtëve të djathtë në parlament dhe që i dënoi forcat e reja. Me votat që kanë marrë mbi 110.000 vota duhet kishin së paku 10 deputet. Pra forcat e reja kanë 10 deputet nëse do të ishte një votë e ndershme, nuk do të ishte grabitur nga dy forcat kryesore. Do thotë nuk është aq dramatike prania e tyre në zgjedhjet e 11 saq edhe lexohet për t'i demonizuar dhe për t'i lënë në skaj të vëmendjes tonë politike. Por për të mbetem tek forca djathtas 1912 dhe koalicioni djathtas për zhvillim, sigurisht ishte pak kohë që kjo forcë e re politike për të sprovuar, domethënë edhe për shkak të një lloji demonizimi që i ka ndodhur, po them edhe kolegëve të mi nga selia e Partisë Demokratike, duke edhe i etiketuar me kjo ka ndikuar, të mos harrojmë. Pastaj edhe të djathtë nuk u orientuan ndoshta mirë. Ishte në kaq kohë të shkurtër, domethënë ndodhen kaq shumë gjëra sa nuk arritën dot të tresin konkretisht se çfarë duhet, ku duhet shquar dhe kush është i miri dhe kush është i keqi. Dhe në këtë skakier ku i miri dhe i keqi është i ngatëruar, do të jetë shumë e vështirë që votuesi shqiptar të orientohej drejt. A ka sot në politik figura që... Por që ta mbyll, më fal Andrea, kolegët e mi të nderuar kanë bërë betejë shumë të rëndësishme, ju keni qenë prezent me qëndrimet e tyre, sigurisht mundësitë kanë qenë të pakta, numri ka qenë i vogël, nuk krijoi ende një grup parlamentar, por sigurisht ky lloj sakrilegji, po e them kështu si sakrilegji i tyre politik, në fundit sot ka bërë të qartë që kodi zgjedhor, ajo që kemi thënë 3 vite, të paktën vitin e fundit, po përgatitej në 3 vite, po përgatitej ky kod zgjedhor, u votua me nxitim dhe i dha rezultatet e rrezikshme që ka dhënë tani. Do thënë ky grup kolegësh e ka bërë të qartë. Duke qenë se ishte ky kod zgjedhor dhe ata e dinin, votat për ta e dëmtuan Partinë Demokratike në këto zgjedhje? Jo, nuk besoj se e kanë dëmtuar Partinë Demokratike. E para njëherë janë vota, nuk mendoj se janë aq shumë sa që të mund të gjykohen, por po ti bësh një analizë të votave të Partisë Demokratike, do të shikosh që nga viti 2021, në vitin 2020, si qarku i Tiranës për pak vota, në vitin nga 2021, në vitin 2023, 2025, Partia Demokratike i mungojnë mbi 140.000 vota, që i mungojnë. Pra 140.000
po them, edhe me vokacion gri, edhe të djathtë nuk kanë begenisur pa Po edhe me një koalicion më të madh se sa 2021-shi. Pa futur ato